Pra vjek ajo që ju thash pak përpara që më duken e njëjta kulturë politike duan është pra kur vjen puna për nuk kanë ardhur për qëllim ajo që thotë një politikan që vjen për të bë, ka përcen mbi veten. Ka përcen mbi veten. Këto kanë ardhur për qëllim për të shfaq. Për të marrë një mandat, për të marrë një mandat për të shfaq. Dhe me qërë ke mandati. Çashi si mund të besoj llapa tu kur tha po mora një mandat unë nuk hyn në parlament. Edhe nga ana tjetër? Nga ana tjetër tha jo do të hy, se mi kanë vjet. Pra, çfarë diferencë ka ky me Berishën që në start? Asnjë diferencë. Në këtë aspekt e pash dhe unë atë videon edhe më la shije shumë të keqe që çfarë ti besoj ti njeriu ky është Berisha pa fillu. Shiko, njeriu duhet mbatet shumë e rëndësishme fjala e dhënë. Është një kod i jashtëzakonshëm që tek të paktën në gjithë botën politikanët nuk i marrin gjithë fjalët e dhëna. Ajo dihet ka një propagandë. Padyshim që është e rëndësishme. Por mënyra se si ne kuptojmë se kush je atje. Ti na tregon strukturën tënde mentale dhe të veprimit. Në momentin ku ti thua ndryshe dhe bën ndryshe. Po për këtë gjykojët politikani, për çfarë do gjykojët politikani? Landi a e mban fjalën që thot apo jo? Po nuk i mban 100%, po i mban. Po mirë bën përpjekje, shiko. Ka situata që nuk varen nga ti. Po pra. Janë rrethana të papërcaktuara që ti kur ke dhënë fjalën si ke parashikuar, ato ndryhen dhe të prishin punë. Por ama qytetari, ai që ke përballë, ai që ke premtuar, e kupton që ti ke bërë maksimumin për ta plotësuar fjalën që ke dhënë. Dhe ai këtu të justifikon, thotë, bëri maksimumin, po se kishën dorë, mos se ndryshoj dot. Landi të fundit. Po.